Sheqeri është një nga vrasit më të mëdhenj që ekziston. Do me thënë, alfa, omega dhe që ka në mes, është sheqeri. Është produkt që krijon varësi. Pikërisht pra, është drogë, sepse ne kemi një sistem në tru që quhet reward system, sistemi i joshës. Dhe ky vete ngacmon atë sistem. Dhe nuk rrim dot pa te. Do të tillë bën droga, për shembull kokaina, heroina e gjitha. Tani te sheqeri, nëse ta marrim sheqerin e bardhë, sheqeri i bardhë është sakarozë që quhet, është glukozë plus fruktozë. Edhe ajo që bën të keqë sheqerin është fruktoza. Sepse është sheqer i lirë dhe është shumë i ëmbël. Glukoza nuk është kaq e ëmbël që është energjia që ne marrim, trupi jon do glukozë. Po, ka një indeksi i ëmbëlsisë. Tek indeksi i ëmbëlsisë, glukoza është 73, sheqeri i bardhë është 123, ndërsa fruktoza vetë është 173. Do me thënë, përveç se është i lirë, është dhe shumë i ëmbël, që na josh neve që të marrim sa më shumë. Pasojat janë katastrofike, sepse fruktoza, gjysma e sheqerit të bardhë, për shembull, që është ëmbëlsirë të shku i futin, të gjitha dhe musli që e kanë bërë këto trendi vrastar, fruktoza është me shumicë dhe kjo fruktozë pastaj metabolizohet nga trupi ynë një lloj fikës si alkooli. Sepse nuk merret nga muskujt, nuk ka të njëjtat porte hyrëse, merret vetëm nga mëlçia, jo merret, po mëlçia e trajton thjesht si helm.